Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. O pejgamber, druaje Perëndin dhe mos i dëgjo mohuesit dhe hipokritët. Me të vërtetë, Perëndia është i plotëdijshëm dhe i gjithdijshëm. Dhe paso atë që të është shpallur ty nga Zoti. Me të vërtetë, Perëndia e di mirë atë që punoni ju, dhe mbështetu te Perëndia, të mjafton ty mbështetja te Perëndia. Perëndia, asnjë njeriu nuk i ka dhënë dy zemra në krah horror, Perëndia nuk u ka bërë gratuaja, nëna, të cilave u thoni, shpina juaj është e nënësime, as që u ka bërë fëmijë të përvecuar, bijtë e vërtet. Këto janë vetëm fjalët tuaja, prej gojës suaj orale, e Perëndia thot të vërtetën dhe ai uzon në rrugë të drejtë. Ju thërritni ata sipas e tërve të tyre. Kjo është më e drejtë te Perëndia. Nëse nuk e dini emrin e tërve të tyre, ata janë vëllezërit tuaj për ka besimi dhe mbrojtësit tuaj. Nuk është mëkat nëse gaboni, por nëse atë bëjnë me qëllim zemrat tuaja, se Perëndia është falës dhe mëshirues. Pejgamberi është më mbikëqyrës për besimtarët se sa ata për vetveten e gratë e tij, janë si nënat e tyre. Dhe ata nga farefisi janë më të afërt të njëri tjetrit, sipas librit të Perëndisë, se sa besimtarët tjerë dhe muaxherët, përveç nëse doni të bëni ndonjë të mirë dashamirëve tuaj. Kjo është shënuar në libër. Kujtoje ti o Muhamedi, kur nga pejgamberët ne morëm obligimin e tyre, edhe prej teje, edhe prej Nuhut, edhe prej Ibrahimit, edhe prej Musait, edhe prej Isait, të birit të Meriemës. Ne, prej tyre kemi marrë obligimin e fortë për t'i pyet të sinqertit për sinqeritetin e tyre, e për mohuesit, ai ka përgatitur dënim të dëmshëm. O besimtar, kujtoni dhëntin e Perëndisë juve kur ju erdhi ushtria, e ne dërguam mbi ta frymë dhe ushtrinë të cilën ju nuk e keni parë, e Perëndia i sheh të gjitha ato që punoni ju, kur ju erdhën nga lart dhe nga poshtë, dhe sytë tuaj përqendroheshin ka hatar miku, e shpirti u kishte ardhur në fyt prej frikës, e ju mendonit për Perëndin lloj mendimesh. Atëherë, besimtarët u vunë në provë dhe qenë të tronditur nga tronditja e madhe. Kujtoje ti o Muhamedi, kur hipokritët dhe ata në zemrat e të cilëve ka sëmundje besin të dobët, thanë, nuk ka premtuar Perëndia dhe pejgamberi i tij asgjë, pos mashtrimit. Dhe kujtoju atyre kur një grup prej tyre thanë, o banorët e Jethribit, s'ka qëndrim këtu për ju, andaj kthehuni në shtëpia tuaja. E një grup nga ata kërkuan leje prej pejgamberit, duke thënë, me të vërtetë, shtëpia tona janë të pambrojtura. Por ato nuk kanë qenë të pambrojtura. Ata duan vetëm të ikin. Sikur atyre të depërtonin nga anët e Jethribit të kërkohet prej tyre që të bëhen idhujtar, ata do të bëheshin. Por, në të, vetëm pak do të qëndronin. E ata, qysh me pari qenë betuar Perëndisë se nuk do të zëmbrapsen, e për betin me Perëndin do të përgjigjen. Thuaju, nuk do t'ju bëj bobi të ikurit, nëse ikni prej vdekjes apo mbyqjes. Edhe atëherë nëse ikni, ju vetëm pak do të kënaqeni. Thuaju, kush është ai që do t'ju ruajë nga Perëndia, nëse ai don që t'ju godasë keqja, ose nëse ai don që t'ju jap mëshirë. Ata, pos Perëndis nuk do të gjejnë as mbrojtës as ndihmës. Perëndia, me siguri, i di ata nga mesi juaj që pengojnë dhe që u thon vëllezërve të tyre, janë i të ne. Nuk vinë në luftë, pos një pakicë e tyre, duke u kursyer që t'ju ndihmojnë. Kur të friksohen, i sheh ata se si të shikojnë, i rrotullojnë sytë sikur të ishin në agoni. Pos aty kaloj frika, ju shqetësojnë me gjuhë të mbret, e janë kopras për çfarë do të mire. Këta janë ata që nuk kanë besuar, andaj Perëndia u ka zgjuar veprat e tyre. Kjo për Perëndin është lehtë. Ata mendonin se ende nuk ka shkuar ushtria e Kureshit, e nëse do të vinte ushtria e alatëve edhe njëherë, ata do të dëshironin të jenë në mesin e beduinëve dhe të pyesin për ju, edhe sikur të mbeteshin me ju, pak do të luftonin. Ju, me të vërtetë, pejgamberin e Perëndisë e keni shembull të mrekullueshëm për atë që i druan Perëndisë dhe ditës së Kiametit, dhe i cili e përmend shumë Perëndin. Kur besimtarët e pan ushtrinë e Kureshit me alatë, thanë, kjo është ajo që na ka premtuar Perëndia dhe pejgamberi i tij, edhe Perëndia dhe pejgamberi i tij e kanë thënë të vërtetën. Kjo ngjarje atyre vetëm u ka forcuar besimin dhe përuljen. Ndër besimtarët ka njerëz që e kanë plotësuar premtimin e dhënë Perëndisë, disa prej tyre kanë vdekur e disa nga ata presin atë nuk kanë ndryshuar asgjë. Për të shpërblyer Perëndia të sinqertit për sinqeritetin e tyre, e për të dënuar hipokritët nëse don ose të pranoj pendimin e tyre. Me të vërtetë, Perëndia është falës dhe mëshirues. Perëndia i ka zëmbrapsur mohuesit me hidhërimin e tyre, nga se nuk e arritën asnjë të mirë. Perëndia i kursej besimtarët nga lufta. Perëndia, me të vërtetë, është i fuqishëm dhe i pushtetshëm. I tharët e librit, të cilët i ndihmuan ata Kureshit, i nxori prej kështjellave të tyre dhe mbolli frikën në zemrat e tyre, një grup të tyre e keni mbytur, e një tjetër e keni zënë rob. Dhe ju dha trashëgin tokën e tyre, shtëpitë e tyre, pasuritë e tyre, dhe tokën që nuk e keni shkelur më parë. Perëndia është i pushtetshëm për çdo gjë. O pejgamber, thuaju grave tuaja,
Nëse dëshironi jetën e kësaj bote dhe shkëlqimin e saj, janë i vendosni, unë do t'ju jap vlerën e shkullorëzimit dhe do t'ju lëshoj në mënyrë të bukur njerëzishme. Nëse dëshironi Perëndin dhe pejgamberin e tij dhe botën tjetër, Perëndia, me të vërtetë, por ato nga mesi juaj që bëjnë veprat e mira, ka përgatitur shpërblim të madh. O gratë e pejgamberit, cilado prej jush që bën ndonjë të keqe të hapet si kërkesa e shkullorëzimit për fantazit e kësaj jete, asaj ndëshkimi do t'i dyfishohet e kjo për Perëndin është lehtë. Ajo që i përulet Perëndis dhe pejgamberit e tij dhe bën veprat e mira, do t'i japim shpërblim të dyfisht e i kemi përgatitur furnizim fisnik. O gratë e pejgamberit, ju nuk jeni si gratë tjera. Nëse i druani Perëndis, mos flisni për këdhelshëm e që t'ju dëshiroj ai, i cili në zemrën e tij ka semurje qëllim të keq, dhe flisni në mënyrë serioze të njerëzishme. Dhe qëndroni në shtëpitë tuaja e mos u zbuloni ashtu siç janë zbuluar në kohën e lashtë pagane, falni namazin, jepni zakatin dhe përuluni Perëndis dhe pejgamberit e tij. Perëndia don që t'i shmangë prej jush mëkatet o familje pejgamberit dhe t'ju pastroj plotësisht. Dhe përmendni ato që lexohen në shtëpitë tuaja prej ajeteve të Perëndis Kuranit dhe dinis. Me të vërtetë, Perëndia është bamirës i pakufishëm dhe di çdo gjë. Me të vërtetë, muslimanëve dhe muslimaneve, dhe besimtarëve dhe besimtarëve, dhe të dëgjueshmëve dhe të dëshuteshmëve, dhe të sinqertëve dhe të sinqertave, dhe të durueshmëve dhe të durueshmëve, dhe të përulurve dhe të përuluave, dhe atyre që japin lëmosh dhe ato që japin lëmosh, dhe atyre që agjërojnë dhe ato që agjërojnë, dhe ata që i ruajnë organet e tyre gjinitarje, dhe ato që i ruajnë organet e tyre gjinitarje, dhe të cilët e përmendin shpesh Perëndin, dhe të cilat e përmendin Perëndin, me të vërtetë, për të gjithë këta, Perëndia ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh. Dhe nuk është për besimtarin dhe besimtaren, kur Perëndia dhe pejgamberi i tij e caktojnë një gjë, ata të bëjnë zgjedhjen atë gjë. Kush e kundërshton Perëndin dhe pejgamberin e tij, ai me siguri ka humbë. Kujtoje ti o Muhamedi, kur i ke thënë atij të cilët Perëndia i ka bërë mirësi dhe të cilët ti i ke bërë mirësi, mbaje gruan tënde dhe druaj Perëndis. Ti po e fshin në vetvete, atë që Perëndia do ta çet në shesh, dhe ti po u druan njerëzve nga thashethemet, e më e drejtë është ti druash Perëndis vetëm atij. Pasi që Zejdi e plotësoi dëshirën e vet martesën dhe ndarjen, na ata kurorzuan ty, në mënyrë që besimtarët e mos ngurojnë më, që të martohen me gratë e djemve të përvecuar të tyre, pasi që ata plotësuan dëshirën ndaj tyre. Urdhri i Perëndis është i përmbarueshëm. S'ka kur formë ngushtese për pejgamberin për atë që i ka caktuar Perëndia. E tillë ka qenë dispozita e Perëndis edhe për ata pejgamber që kanë qenë më parë. Urdhri i Perëndis është dispozitë definitive. Për ata pejgamber që i kanë sjellur shpalljet e Perëndis dhe i kanë ruajt atij, dhe që nuk janë friksuar prej askujt, pos Perëndis. Mjafton që të japësh llogarit e Perëndia. Muhamedi nuk është babu i askujt prej njerëzve me shkujve tuaj, por është pejgamberi i Perëndis dhe vura pejgamberëve, e Perëndia është i gjithdijshëm për çdo gjë. O besimtar, përmendni shpesh Perëndin dhe lavdëroni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Ai është që ju mëshiron, edhe engjëjt e tij lutën për ju që t'ju nxjerrin nga errësira në dritë, ai është mëshirues ndaj besimtarëve. Përshëndetja e tyre kur të takohen me te është selam. Jeni të shpëtuar prej çdo të lige, dhe ai u ka përgatitur tyre shpërblim të mrekullueshëm. O pejgamber, na të kemi dërguar si dëshmitar dhe si arriqus dhe si paralajmërues, dhe thirrës në rrugën e drejtë e Perëndia, me urdhërin e tij dhe që të jesh kandil ndriçues. Dhe si arriqoi muslimanët, për të cilët Perëndia ka dhuntit e madhe. Mos i dëgjëmohuesi dhe hipokritët. Mos i përfil fyrjet e tyre dhe mbështetu te Perëndia, e Perëndia të mjafton ty për mbrojtës. O besimtar, kur të kurorëzoheni me besimtare, i lëshoni ato para se të keni marrëdhënie bashkërtore, ato nuk janë të obliguara ta presin afatin kohër që ju e numëroni, por dhuroni ato dhe i lëshoni në mënyrë të mirë njerëzore. O pejgamber, na të kemi lejuar ty që gratë tuaja të jenë ato të cilave u ke dhënë dhurtat e kurorëzimit dhe ato që i ke në pushtetin tënd sklavet, të cilat ti ka dhënë ty Perëndia si kompenzim të luftës, dhe vajzat e axhës tënd, dhe vajzat e hallës tënde, dhe vajzat e dajs tënd, dhe vajzat e tezës tënde, të cilat e miruan bashkë me ty, dhe gruan, besimtare, nëse ajo e dhuron vetëm për pejgamberin, e nëse pejgamberi don të martohet me te, kjo e fundit është vetëm për ty. Na, gjithsesi, dim çka u kemi caktuar atyre muslimanëve për gratë e tyre dhe për ato që gjenden në pushtetin e tyre, që për ty të mos ketë bërngosje e ngushtesë. Perëndia është falës dhe mëshirues. Ti mund ta shmangësh këtë duash nga ato e ta ofrosh këtë duash, e nuk është mëkat për ty të kërkosh ato prej të cilave je larguar. Kjo është më e përshtatshme që ato të gëzohen, që të mos pikëllohen dhe që të jenë të kënaqura me atë që u ke dhënë grave, të gjithave, e Perëndia diçka në zemrat tuaja. Perëndia është i gjithdijshëm dhe i butë.
Prej tash, nuk të lejohen gratë që ti marrësh për bashkëshorte, as të marrësh tjetër grua në vend të tyre, e sikur madje edhe të ma gjepës bukuria e tyre, po sklaveve. Perëndia është mbi këqyres për çdo gjë. O besimtar, mos hyni në dhomat e pejgamberit, përveç nëse u lejohet juve për të ngrënë, por jo të pritni përgatitjen e tij ushqimit, vetëm kur t'ju therasin, atëherë hyni dhe pasi të hani, shpërndahuni pa biseduar me njëri tjetrin. Kjo ndalja, me të vërtetë, e shqetëson të pejgamberin, e ai të përrovej që t'ju thotë këtë, e Perëndia nuk të përrohet që t'ju thotë të vërtetën. Kur të kërkoni prej atyre diçka, kërkoni atë prapa perdes. Kjo është më e pastër për zemrat tuaja dhe të atyreve. Juve nuk u lejohet që ta shqetësoni pejgamberin e Perëndisë, as që t'i kurorëzoni gratë e tij, kur pas tij. Kjo, me të vërtetë, te Perëndia është mëkat i madh. Në qoftë se shfaqni apo e fshehni një gjë, Perëndia, me të vërtetë, është i gjithëdijshëm për çdo gjë. Nuk është mëkat për ato nëse nuk mbulohen prej etërve të tyre, dhe djemve të tyre dhe vëllezërve të tyre, dhe djemve të vëllezërve të tyre, dhe djemve të motrave të tyre, dhe grave të tyre dhe atyre që janë në pushtetin e tyre. Druani Perëndisë, se, me të vërtetë, Perëndia është dëshmitar për çdo gjë. Me të vërtetë, Perëndia e mëshiron pejgamberin e engjëjt e tij lutën për te. O besimtar, lutuni për te dhe përshëndetni atë me salat dhe selam. Me të vërtetë, ata që ofendojnë Perëndin dhe pejgamberin e tij, Perëndia i malkon edhe në këtë botë edhe në tjetrën, dhe për ta ka përgatitur ndeshtim poshtërues. Ata që i ofendojnë muslimanët dhe muslimanet, për atë që nuk e kanë bërë të tillët, në të vërtetë i kanë ngarkuar vetes shpifje dhe mëkat të qartë. O pejgamber, thuaju grave tuaja dhe vajzave tuaja dhe grave të muslimanëve që ta vëshin pelerinën e vet. Kështu është me seleti që të njihen ato që janë të ndeshme për të mos u ngacmuar. Me të vërtetë, Perëndia është falës dhe mëshirues. Nëse nuk frenohen hipokritët dhe ata, në zemrat e të cilëve ka semurje dhe ata që përrapin lajmet e rreshme në Medinë, na, me siguri, ty do të japim pushtet, mbi ta, pastaj ata, pa ko do të jetojnë si fëqin me ty në Medinë. Duke qenë të mallkuar, kudo që të gjenden, do të kapen dhe mbytën krejtësisht. Kjo është dispozite Perëndisë tek ata që kanë qenë më parë. E ti, kursesi, nuk do të gjesh ndryshim në dispozitën e Perëndisë. Njerëzit do të pyesin për çastin kiametin, thuaju, dijenja për te është vetëm te Perëndia. Kush mund të tregoj ty se kiameti mund të jetë afër? Çuditse, me të vërtetë, Perëndia i ka malkuar mohuesit dhe për ta ka përgatitur zjarr të flakëruar, në të cilin ata do të qëndrojnë për herë, përgjithmonë nuk do të gjejnë as mbrojtës as ndihmës. Në ditën kur fytyrat e tyre do të rrotullohen në zjarr, ata do të thonë, sikur t'ju kishin përulur Perëndisë dhe ta kishin dëgjuar pejgamberin. Dhe do të thonë, o Zoti ynë, na e kemi dëgjuar parin ton dhe prorët tan, por ata na shmangen prej rrugës së drejtë. O Zoti ynë, atyre jepi dënim të dy fisht dhe ata mallkojnë me mallim të madh. O besimtar, mos u bëni si ata, që e shqetësuan Musajin, e Perëndia e pastroi atë nga fjalët që thonin ata, dhe ai te Perëndia ishte i graduar. O besimtar, druajuni Perëndisë dhe thoni vetëm fjalën e vërtetë, që t'ju përmirësoj veprat tuaja dhe t'ju falë mëkatet tuaja. Kush e dëgjon Perëndin dhe pejgamberin e tij, ai ka arritur shpëtim të madh. Na u kemi ofruar amanetin qiejve, tokës dhe maleve, ato nguruan ta bartin atë dhe u friksuan ta pranojnë atë, por njeriu e pranoi. Me të vërtetë, njeriu është zullumçar për vete dhe i padijshëm për fundin, epilogun e amanetit. Për t'i dënuar Perëndia, hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët dhe idhujtarët, e t'u pranoi pendimin besimtarëve dhe besimtarëve. Se Perëndia është falës dhe mëshirues.